Vonesmi, po të pas parasysh udhëzimin administrativ që parashe edhe disa kritere dhe duke ju përmbajt do më thë aty në kritere, ne jemi në proces edhe pritet prej javës tashme, prej tanës, më bë thirrje edhe për aplikim. Do të udhëzimi administrativ do të trajtohet në tërësi çështja e caktimit lisës dhe furnizimit për pajisjet për ndihmë, lëvizje dhe parandalim, ku ky udhëzim parashe do të thotë edhe fazat se kur duhet të blehen, kur duhet të buxhetohen, edhe fazën e shpërndarjes. Ne jemi mbas udhëzimit, jemi në hap në udhëzimin, se si parashe dhe me standardet. Si, do të thotë, kontrata lidhet në një moment caktuar, një vit pas ende është proces, sepse si që kemi raportuar ne, natyrisht nuk kemi marrë një reagim ose një demantim, ishte kërkuar me urgjencë të blihen këto pajisje, kishte pasur ankes nga një kompani furnizuese për mënyrën se si është bë tenderi, ishte ankuar në OSHP, duke thënë se kriteret janë përshtatur kompanisë me cilën është lidhur kontrata, por për shkak të urgjencës dhe nevojave të veçanta që kanë këta persona, nuk është hedhur poshtë tenderi. Pra, pikërisht për shkak të ndjeshmërisë dhe urgjencës, tenderi nuk është anuluar, është ecur para. Dhe si ka mundësi që thoni që jeni ende në proces kur janë bërë një vit? Jo në proces, do të thotë jemi në proces do të thotë të shpërndarjes. Sa i përket udhëzimit administrativ është në fund të vitit 2022 është aprovuar ky udhëzim administrativ, i cili e parashes se do të fillojë, po do të hyjë në fuqi pas një viti. Do të thotë në këtë fazën janë para përgatitore, para se me hyjë në fuqi. Ti nuk mundesh me marr asnjë hap para se ti në fuqi. Ju mungon baza ligjore për bërë veprime. Në bazë ligje dhe udhëzimit administrativ parashihet se udhëzimi administrativ hyn në fuqi pas një viti. Derisa ne, si SHSKUK, udhëzimi administrativ e parashet do të shpërndarjen e këtyre pajisjeve të bëhen në shërbimin spitalor dhe kliniku universitar. Është një komision i formuar i cili formohet nga ministri dhe raporton te ministri. Të pas parasysh do të thotë edhe rregullorët edhe ligjet, ne jemi shku në hap, edhe me udhëzimin administrativ do të duke të pas parasysh edhe kashin, kornizën e famshme të shpenzime, për buxhetimin, ku e kemi kërku dhe kemi hap një kod të veçantë do të thotë për këtë përmbushur. Pra është parë me urgjencë të blihen pajisjet pa pasur ende udhëzimin në fuqi? Jo, nuk e thashto, do të thotë udhëzimi kur ka hi udhëzimin në fuqi për ata na edhe kemi qujtë me urgjencë për arsye se është një kategori shumë e ndihshme dhe kemi dashur që mos të kesh kuptojnë edhe opinioni, edhe për atë arsye do më këtë frikën tonë, ndoshta edhe ka dalë në opinion se është me vonesë. Pajisjet janë siguru, pajisjet janë blej, udhëzimi administrativ parashet do të thotë për 2 vite më apliku do të thotë komplet procedurat. Na jemi në hap me kohën, do më tha vitin e para 5 muajve, 6 muajve që jemi furnizu, është bo komisioni, kemi pas probleme edhe në komisionin një antar, do të prej hendikosit, ku e parashe udhëzimi administrativ ka dhënë dorëheqje, mirë po tash është plotsu edhe komisioni me këtë antar, edhe pritet prej javës tashme do të bëhet edhe thirrja për aplikimin e personave. Ndoshta për shërim të opinionit është më rëndësi me potencu se komisioni i vlerësimit, po quhet komisioni i vlerësimit edhe po keq kuptohet në opinion se po mendojnë se personat, kjo kategori e personave, do të thotë po mendojnë se ka mu bë ndonjë verifikim i kategorisë ose i shkallës invaliditetit, mirë, po nuk qëndron ajo. Do të thotë komisioni ka me bë vetëm verifikimin se çka i duhet atij personi, në bazë të aplikimit, edhe me fillu shpërndarje. Me lejen e juaj edhe 2-3 pyetje të shkurta, zotit Gashi. Tani, thoni që nga java ardhshme do të fillojë procesi. I aplikimit. I aplikimit. U aktivizuat vetëm pasi u bë mediatike kjo çështje? Jo. Pas ankesave, sepse kishte antar të hendikosit që u ankuan, që ka nevojë urgjente për ato pajisje. Më vonë ndoshta mund t'i shpjegojmë se çfarë lloj janë ato pajisje, nuk janë vetëm karroca, janë edhe shtretër special për personat që kanë mungesë totale të aftësisë të lëvizurit, shumë gjëra shumë specifike që janë 8 shtrejta. Do të flasim për atë, por
Pse tani, vetëm pas ju bë mediale kjo që tjerë? Unë nuk mendoj se u bë mediale E morëm informacion që vetëm dje është mbledh komisioni. Jo. Tek pasi kemi informuar ne. Jo, na kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm ku edhe e shfrytëzoj rastin me falenderu edhe Hendikosin, pashtu edhe ministri cila na ka përkrahur, na ka mbështetur. Vazhdimisht kemi pas takime. Mirë, por janë që vetëm në fillimet sekse janë një numër shumë i madh i pajisjeve, mbi 4250 pajisje dhe janë pej më të ndryshme. Do të thotë ka pajisje për lëvizje, për parandalim, do të thotë edhe për sistem. Ku e don, do të thotë një procedurë cila nuk mundet ajo mbrana ditës të rregullohet ajo procedurë për të shpërndarë. Mirë, po, jo edhe në fillim të emisionit, edhe në fillim të emisionit e potencuar për arsye se ka pas edhe ankesa në SHP. Po, por një vit është pasi është lidhur kontrata, zoti Gashi. Pasi është ndën procesi, po flasim për momentit kur është nënshkruar kontrata. Jo, nuk është një vit. Do të thotë ankesat na kemi kur ka fillu procedurat në prokurim, do të thotë kemi pas ankesa, ka shku në SHP, kemi kërkuar për SHP-s na për jetës përditshme, e dini shumë mirë se sa vonuan në SHP, do të thotë se din me vite mu vonu. Unë prapë tham pse jam pjesë e këtij institucioni një me fat, pse kemi arrit domethënë këtë pikë. Po, a mund ta dim që sa kohë keni pajisjet ju në stok? Po, pajisjet në stok do të thotë ka fillimi i vitit edhe ka funi i vitit të kaluar. Do të mbas procedura. Keni aty. A nuk ka qenë mundur me të arritur pajisjet fillohet procedura aplikimit? Jo, të para mendoj tash një person paraplegjik ose tetraplegjik momentin kur i ban thirrje edhe vjen ti për mi thonë ki mu pajisje edhe ti thu çka ki nevojë edhe nuk e ki pajisjen. Po ju po flasim nëse i keni që 6 muaj në stok, a ka qenë mundur të fillohet pakës më shpejt shpërndarja? Jo, nuk ka pas mundësi. Sepse ju thatë që keni komunikim të mirë me Hendikosin, por nga Hendikosi na kanë thënë që kur kam pyetur tek ju për informacione nuk ka pasur sharrime zyrtare për vonesat. Do thotë ata janë informuar kështu duke dëgjuar kush ju ka dhënë ndonjë informacion. Tash burimi i këtij informacioni tonë nuk po. Po i referon komunikimit gazetarës tonë me Hendikosin. Pikërisht për ata, mirë, po ne kam raporte edhe shumë shpesh jemi takuar edhe me kryetarin, me zoti Afrimin, i cili ka qenë edhe pjesë e komisionit. Kemi marrë disa takime, domethënë për mënyrën, për formën, se ne kemi qenë të interesuar do të thotë kjo procedurë çysh ka shku deri këtu mirë, edhe tash e tutje më shumë mirë edhe me pajisjet me shku në vendin e duhur. Do të thotë me marr persona të cilët kanë nevojë edhe më ju shërby për atë, nuk janë pajisje do si do. Do të thotë na jemi ndoshta pavarësi të kufizuar nëse më jemi çujt edhe kur kemi me diçka dhe nuk ndihemi rahat, po personat të cilat janë me nevojë, aty ka shumë procedura të cilat duhet parashihen paraprakisht për cilën pajisje, cilës kategori, për cilën lloj pajisje, do të thotë janë të parapana në mënyrë strikte se çka duhet dhe kujt duhet të shpërndahet. Zoti Kosumi, sa është urgjente për ju që t'i keni këto pajisje në përdorim sa më shpejt? Për ju personalisht dhe për të tjerët, dhe që në fillim të emisionit duhet ju kërkoj ndjes për shqetësimet që u krijuan derisa u arrit çësia deri në këtë studio. Që do thotë që këtu fillon sfida, atë çfarë unë arrita të shoh. Tani sfidat e juaja të përditshme mund t'i flasim më vonë, por na thoni sa me urgjencë e keni t'i merrni këto pajisje. Dhe njerëz, faleminderit shumë për ftesën, përshëndes panelistët.